Në Gjirokastër, pas kthimit në normalitet të bulevardit 18 shtatori, puna vazhdon në lagjet e sipërme të qytetit. Në Dunavatin e dytë, sot është ndërhyrë me mjete të rënda për largimin e inerteve të depozituara nga reshjet e fundit. Tu jemi në Dunavatin e sipërm, siç e shikoni, mjetet e drejtorisë bujqësisë të Bashkisë së Gjirokastës janë duke operuar për heqjen e materialeve të ngurta në këto pika ku volumi i tyre është më i madh. Në pjesët e tjera të qytetit janë duke operuar njerëzit dhe forcat e drejtorisë së shërbimeve, të cilët merret me pastrimin e materialeve të ngurta dhe të mbetjeve urbane në ato pika ku ka sasi më të vogla dhe nuk ka nevojë për prezencën e mjeteve gërmuese. Ndërkohë, problematike e brenda qytetit mbeten dy pika të tjera si shkak i erozionit, ku pritet të vendosë grupi gjeologëve si do të operohet në vijim. Në lagjen e Cfakës, ku aty rrugët janë bllokuar si rezultat i rrëshqitjes së dherave dhe volumet janë më të mëdha, ne nuk kemi ndërhyrë akoma aty sepse pritet rekomandimi i gjeologëve, i repartit gjeologëve që ka ardhur nga Tirana në mënyrë që të veprojmë sipas rekomandimeve të tyre në ditët në vijim. Edhe në lagjen Granice sipërme, situata vazhdon të jetë e njëjtë, ku rreth 50 familje që prej ditës së rreshjeve të rrëmbyeshme e kanë të pamundur të kalojnë me automjete pasi rruga është shkatruar.